Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë atje edhe atje ku ndalon avioni presidencial, Air Force One, dhe Shtetet e Bashkuara janë tashmë të personifikuara, siç kanë qenë gjithmonë, në figurën e presidentit. Dhe mund t'ju them që 6-7 muaj mbas zgjedhjeve, mandatit të tij të 4, kur ndonjëherë më parë Rama nuk ka qenë kaq pranë me zotin Trump. Edhe për te të thënit të një gjë të tillë si metaforë. Pra po më thoni që ju i referoheshit kësaj afërsie të mundshme, apo kishit një ide të dytë? Unë ju kam paralajmëruar dhe prej kohësh që pritet diçka nga Shtetet e Bashkuara që në Tiranë do të lexohet si mbështetje për qeverinë dhe që takimi në Davos, stacioni tjetër, nuk e përjashton dhe një vizitë të mundshme të Ramës në Washington, jo domosdoshmërisht për të takuar Trumpin, por për të pasur takime. Dhe është duke u punuar fort për një gjë të tillë me të gjitha mjetet edhe mënyrat. Pra po më thoni që skenari një vizite të mundshme në SBA qëndron pas Davosit në datën 22. Vazhdon të qëndroj. Po motivi? Vazhdon të qëndroj. Nuk e di ende. Si ju e dini që ka shumë tezat për folura javët e fundit për një vizitë mundshme për disa motive të ndryshme të kryeministrit shqiptar në SBA. Ndaj dhe ju pyes. Unë nuk e di këtë gjë. Di që qarkullojnë fjalë, ide dhe mesazhe të kësaj natyre. Di dhe nevojën e ngutshme të kryeministrit për të pasur kontakte me administratën e re amerikane, të cilat kanë qenë gati inekzistente me këtë administratë, që me zgjedhjen e presidentit Trump, ndryshe nga stina e mjaltë, e gjatë e mjaltë që ai ka pasur me presidencën e kaluar të Biden dhe me demokratët në përgjithësi. Kjo ftesa e Shqipërisë në bordin e paqes, sikundër tha dhe Preçi, ngjan se është një dhuratë dhe ndoshta për ta kuptuar, për të kundërshtuar në të njëjtën kohë edhe skeptikët e shumët, por dhe duartrokitësit e pamend, duhet parë kjo gjë nga dy këndvështrime. Së pari, pjesëmarrja e Shqipërisë në një institucion të ri, të tillë të krijuar, për shkak të rrethanave konkrete, peshës tmerrsisht modeste që ka Shqipëria, mundësive edhe më modeste që ka, asaj çka ne mund të afrojmë atje, nuk është më shumë se sa një numër më shumë në rreshtin e shumë të vendeve të cilët duket se po bashkohen në iniciativën e presidentit Trump. Dhe nëse në këtë segment kjo nuk është se ka ndonjë rëndësi të posaçme, në Shqipëri kjo bëhet e tillë pikërisht për të deklasifikuar atë narrativën që së paku opozita shqiptare po flet për një dimër dhe për një acar në marrëdhëniet e kryeministrit shqiptar me administratën e zotit Trump, dhe ku janë investuar dhe të gjitha shpresat për një përmbysje të mundshme të tij. Zë Evangjeli, ju thatë që Tirana do ta përdorte dhe do ta lexonte si një mbështetje amerikane për qeverinë aktuale dhe kryeministrin Rama. A është vetëm interpretim dhe instrumentalizim i situatës, apo ka diçka prej mbështetjeje në këtë mes? Nuk ka diçka asnjëra as tjetra. Në Tiranë, në mënyrën më absurde të mundshme, ka shpërthyer gara mes opozitës të drejtuar nga dikush i cili është zyrtarisht non grata në Shtetet e Bashkuara dhe kryeministrit, shefit të qeverisë, të cilit i konsiderohet si mëkat fakti që ai nuk ka, që mund të ketë ftohje të marrëdhënieve të tij personale me administratën e zotit Trump. Shikoni sa qesharak është e gjithë kjo histori. Nëse deri dje shtëpia e bardhë barazohej, duke sikur tregtohej si një shtëpi verore e George Sorosit, sot mendohet se mund të jetë gropa e zezë ku mund të bie Edi Rama. Ka një teknologji të jashtëzakonshme, një magji të frikshme, sa herë që ne marrim diçka, qoftë edhe të shenjtë, këtu brenda, e trazojmë me mjetet e mekanizmat tona dhe kthejmë, e zhndrojmë në produkt absurd. Është paradoksa, po në fakt është një aksiome e cila është ndërtuar edhe nga lëvizjet e fundit administratës Trump e sapo ardhur në pushtet në adresë të Sorosit. Në të gjitha rrethanat është një barsalet e vjetër me atë lepurushin e pafajshëm,
me vesh të palosur nga era që i rikte për balë, mbi tren dhe që i thoshte lokomotivës. E shikon vlla, tha si dridhet ura në këmbët tona. Ura vërtet dridhej. Lepuri mendonte se ishin këmbët e tij.